Kështu që ne jemi një situatë abnormale, asot Kurti shkon në vushtri edhe vazhdon me propagandën e tij për falsifikimin e normalitetit. Vazhdon me provu me i mashtru qytetarët që gjithçka kinse qenë ka normale, duke ju thonë kadetëve të shërbimit korrektues, sapo diplomum, Kosova ka nevojë për juve. Ata kanë nevojë për shtet gjithashtu. Është i njëjti Kurti dhe partia e tij vetëvendosje, që nuk i mbo as 3 muaj, që në kuvend ka refuzu 2 herë me i përkra, me votu për sigurimin shëndetësor dhe jetësor për gjithë personelin e sigurisë. Herën e parë, amandamentet i kemi dërgu për me ndryshu, do më thonë për me shtu buxhet me aloku buxhet në buxhetin e propozuar të Republikës Kosovës për me mbulu sigurimet shëndetësore dhe jetësore të tyre, cilat kanë refuzuar me ishti. Herën e dytë, dhe regjia në fakt po na shoqëron me seancën kur edhe. Kjo është hera e dytë, ku në fakt komisioni ka votu amandamentet për sigurimet shëndetësore dhe jetësore të personelit sigurisë që ndërgu mas parin komision, aty janë refuzu, ndërsa pamja që po shihni është kur pa përkrahjen e komisionit, jënë ardhur në kuvend dhe e gjithë opozita unanimisht ka votu për sigurimin shëndetësor dhe jetësor për policin, ushtrin, zjarr fiksit, AKI-n, shërbimin korrektues, ndërsa vetëvendosja ka vendos me votu kundër.